Bismillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ma ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra, sapo kemi hyrë tek 10 ditëshi i dytë Ramazanit. Ndryshe ky 10 ditë quhet 10 ditëshi i faljes. Çdo kush prej nesh ka nevojë për faljen e Zotit gjithësisë. Ne jemi krijesa gabimtar dhe ne her pas here bëjmë gjunafe ndaj Zotit. Pra ne duhet bëjmë sa më shumë istighfar, kërkim falje nga Zoti i gjithësisë. Kërkimi i faljes është një nga adhurimet e veçanta dhe të rëndësishme në Islam. Jo vetëm kaq, por se Zoti i gjithësisë e përmend në Kur'an duke thonë: "Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Dhe Zoti i Madhëshëm nuk i dënonte ato njerëz kur ato bëjshin kërkimin e faljes. Nëse ti kërkon falje, pa diskutim që largohesh nga dënimi i Zotit. Dhe një nga veprat e mira në këtë muaj Begat është kërkimi i faljes, sepse jemi pikërisht në 10 ditën e dytë të faljes. Dhe ne her pas here do ta kemi vazhdimisht në gjuhën tonë kërkimin e faljes. Të themi vazhdimisht astaghfirullah o Zot të fal. Normalisht nëse i kthehemi jetës pejgamberit e selam, siç transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që pejgamberi sa ka thënë: "Kërkoni falje Zotit dhe pendoni tek ai, sepse unë kërkoj falje dhe pendon tek Zoti më shumë se 70 herë në ditë." Në një transmetim tjetër pejgamberi sa thotë: "Kërkoni falje Zotit dhe pendoni tek ai, sepse unë i kërkoj falje dhe pendohem 100 herë në ditë." Imagjinoje kur pejgamberi alislam kërkonte falje, bënte istighfar dhe pendohej tek Zoti. Imagjinoje ne sa do të jemi këndvështrim me pejgamberin alislam. Një nga adhurimet e rëndësishme në këtë muaj duhet bëjmë istighfar dhe ta marrim faljen e Zotit pikërisht në këtë muaj të bekat Ramazanit. E lu Zoti Madhëshëm na fali. Na i fali gjithë gabimet tona gjatë gjithë këtij viti dhe pikërisht na bëj për atyre të falurve gjatë bekat Ramazanit. Zoti pranon dhe Zoti fal gjithë gjunafet tona. Ramadan, Ramadan.